Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin i dashur me tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe për të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Jemi në lexim e sipër të dy surave, surës Al-Mu'minun, besimtarët, dhe surës An-Nur, kapitulli mbi dritën ose surja e dritës. Ndërkohë që po dëgjoja surën Al-Mu'minun, më troqën në mendjen dy dëshira që s'plotësohen kurrë. Dy ëndra që nuk realizohen kurrë. Çdo ëndër dhe dëshirë ka hapësirë dhe mundësi që mund të plotësohet, përveç dy ëndrave të përmendura në surën Al-Mu'minun. Cilat janë këto dy ëndra? Tha Zoti i Madh: Hatta idha jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un. Derisa i vjen ndonjëri prej tyre vdekja dhe thot: O Zot, më kthe edhe një herë. Kjo është një ëndër që nuk realizohet kurrë. Është një ëndër që nuk realizohet kurrë. Pse njerëzit në ato momente do të kthehen edhe një herë mbrapsht? Sepse hapen perdet e fshehtësisë. Dhe njerëzit kuptojnë dhe vërtetojnë atë që e ka thënë Zoti dhe atë që e ka thënë dërguari i tij. Aty duket xheneti, duket xhenemi, engjëjt, pra largohen perdet që ne nuk i shohim sot në këtë botë, në momentin e vdekjes, çdo gjë zbulohet. Ëndra e dytë që nuk realizohet dhe nuk ka shpresë për të realizuar është fjala e banorëve të xhenemit, gjithmonë flitet për jo besimtarët, të cilët kanë marrë dënimin e përjetshmërisë. Qalu rabbana akhrijna minha. O Zot, na nxjerr prej xhenemit. Se po kthejmë edhe një herë në të njëjtat vepra, në të vërtetë ne jemi zonë qartë, mëdhej. E Zoti njoftoi se pa dhe tha: s'ndodh kurrë kjo gjë. Pastaj, subhanallahu, vëllezër dhe motra, Zoti përmend një gjë shumë interesante. Tha, me njëherë pas refuzimit të kërkesës, tha Zoti: Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun Rabbana ighfir lana warhamna. Në atë botë kishte njerëz prej robëve të mi, Zotit pra, që thoshin: O Zot na fal, o Zot na mëshiro. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Ju tallët me ata në atë botë, lozët me ta, derisa harrut Zotin dhe gjithçka që ka bërë Zotin. Unë ata sot po i shpërblej, ndërsa juve sot po ju hap atë që meritoni. Subhanallah. Ka pas njerëz që thoshin: Zot na fal dhe na mëshiro. Ju talleshin me ata, qeshnin, loznin. Subhanallah. Në fund të surës Al-Mu'minun, Allahu xhalla xhelaluhu jep një përgjigje të rëndësishme për çdo njeri që ka dy thije mend. Pasha Allahu, pasha Allahu, pasha Allahu, me pas njeriu dy thije mend, jo më shumë, kupton enigmën e ekzistencës. Tha Zoti në fundin e surës Al-Mu'minun: Efahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A mos vallë mendua se ju kemi krijuar kot spotin? A mos vallë mendua të njerëz se nuk keni ju një mision, një amanet, një përgjegjësi? A mendoni se mund bëni çfarë doni dhe nuk do të jetë një llogari? Po mirë, Zot, po të ishte kështu, tha:
Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haq. I të lirë dhe i pastër është Zoti që të bëjë gjëra për të kot, pa arsye, pa kuptim, pa qëllim, pa mision. Nëse dikush ka bërë diçka këtu në këtë botë, dhe ti do të ofendosh atë, çfarë i thon që pas ke fut kot? A ka ofendim më të madh? S'ka ofendim më të madh. Por i thon dikujt për diçka që i ka bërë, apo ka thënë, apo ka bërë diçka për shembull, Allah ja ke fut kot, dhe sa kot që e ka kjo. Po mirë, të si mund të thosh për Zotin, që i ka kriju njerëzit, krijesat më të përsosura, i ka kriju kot, i pastër dhe i lirë Zoti, i lartë është Zoti, i gatishëm është i madh Zot, që të bëjë gjëra kot dhe pa pas arsye dhe mision. Për këtë arsye të fund të surës Al-Mu'minun, i mësoi Allahu besimtarëve tonë, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Thuaj o Zot, më fal, o Zot, më mëshiro, ti je mëshiruesi më i mirë. Subhanallahu dhe zëmbilin i pak ajetës, lidhin i pak ajetës. Çfarë thoshte ajeti i xhehenem lidhe? U tallët me robët e mi, të cilët thoshin, Zot na fal dhe Zot na mëshiro. Fund surës Al-Mu'minun, na mësoi neve që themi Zot na fal, Zot na mëshiro, ti je mëshiruesi më i madh që ekziston. Subhanallah. Le të ndalim e pak me surën Nur. Nuk do të ndalim me shumë, po vetëm momente kështu vëllezër. Në një moment në surën e Nur, tha Zoti, për një situatë që ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk është kohë për të dalë në detaje, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Thatë diçka me gojët tuaja, pra ndodhi një lloj sprove në Medinë dhe fillon gjithë me fort. Çfarë tha Zoti? Ju mendoni se është e lehtë, po tek Allahu kishte peshë tepër të madhe. O vëllezër, mund të jetë një fjalë, që me të njeriu mund të rënojë vetën dhe mund të rënojë njerëzit. Ai mendon se s'ka vlerë, ai mendon se atë po e thot, po e hedh. Pasha Allahu që nuk ka zot vlerë në vështim. Sa fjalë janë thonë që njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi, janë shkatruar familje. Janë ndarë vëllezërit me motra, është ndarë burrin me gru, ka plas tufta, ka ndodhur vrasje, ka ndodhur problemet më dha, madje mund të ndodhur dhe luftra me shteteve për një fjalë që dikush e ka humbur, që ndoshta nuk i ka kushtuar rëndësi në dorë. Si për mirë dhe për keq, mund të jetë diçka që nuk i kushton rëndësi dhe për mirë të ketë vlerë të madhe tek Allahu, mund të përmirësosh, mund të pajtosh, mund të rregullosh, mund të pajtosh gjagje, mund të ulesh armët e dy palëve që janë në konflikt me një laf, me një fjalë të mirë. Mund të pajtosh mes një burri dhe një gruaje, bashortë dhe bashortës, mes dy vëllezërve, mes dy fisëve, mes dy njerëzve. Janë shumë gjëra që ne ndoshta nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur, po vallahi ato mund ta kenë peshë të madhe. Prandaj mos u bëj si lopa. Çfarë bën lopa? E hedh bajgën kudo, nuk i intereson. Sikur me ishtru tapet lopës, bajgën për tapet. Sikur me e lanë në arë, bajgën në arë. Mos u bëj si lopa. Ti e njeri. Ti kur ta thush një fjalë do ta mendosh shumë. Do të mendosh pasojat, do të mendosh se çfarë mund të ndodhi pas asaj që ti thu. Po të surën e Nur, Allahu foli për dritën e të madhe të Zotit. Feja, Kurani, Islami, besimi, adhurime, të gjitha këto vëllezër dhe motra përkthehen në Nur, në dritë, që Zoti e jep ju të këtë botë një edhe në botën tjetër dy. Në këtë botë, Zoti besimtarët jep një fuqi dhe një forcë dhe një energji për të kuptuar gjërat në ajër, për të kapur gjërat në ajër, për të kuptuar të mirën dhe të keqen. Sa më i madh të jetë besimi i njeriu, sa më i fortë jetë, aq më i prehtë dhe më i zgjuar dhe vigjilent
dhe reflektues është besimtari. Po edhe në botën tjetër, çdo gjë që ne e bëjmë në këtë botë, në botën tjetër na përkthehet në dritë ditën e Kiametit, që do të na udhëzojë Madhi Zot nëpërmjet kësaj drite për të gjetur rrugën e xhenetit. Allahu na bëj për këtyre njerëzve. Mas këtij ajeti madhështor, ku Zoti flet për shembullin e dritës së tij në zemrat e besimtarëve, tha i Madhi Zot, dëgjoje këtë vllajin dhe dëgjoje këtë motra ime. Me njerë pas ajetit të dritës, në surën e dritës, Allahu tha, fi bujutin, edhin Allah, në turfa, o jutë kërë fjesë. Ka shtëpi të Zotit në tokë, që Zoti ka lejuar që emri i tij të përmendet me zë të lartë. Sikur pra thotë i Madhi Zot, o robët e mi, a e doni dritën time? Drita ime është në xhamia. Drita ime është aty ku përmendet emri im. Dhe xhamia nuk kanë ndërtuar për gjë tjetër vetëm se për emrin e Allahut. Çfarë thon musliman kur falet? Allahu Akbar. Çfarë thon kur ulet? Allahu Akbar. Çfarë thon kur ngrehet? Allahu Akbar. Emri i kujt përmendet në xhami? Emri i Allahut. Puna jonë është vetëm me Allah. Raporti ynë është vetëm me Allah. Pastaj tha Zoti, në to ku xhamia frekuentojnë njerëz të cilët nuk i huton jeta e kësaj bote, tregtia, biznesi, nga falja e namazit, nga dhënia e zakatit, nga përkushtimi ndaj Zotit, po pse i bëjnë o Zot? Këta njerëz që këto gjona, tha i Madhi Zot, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Sepse i friksohen ditës kur të dalin përpara Zotit, e atë ditë zemrat do të luajnë vendit, e syt do të luajnë vendit, pra në kuptimin do të marrë një goditje shumë madhe, përveç se atyre që kanë ditë t'ja din derën xhamis. Kanë ditë t'ja din derën xhamis. O vëllezër, nuk ka gjë në jetën e kësaj bote që e zëvendëson xhamin, shtëpinë e Zotit. Prandaj më mirë frekuentoje gjoje, më mirë frekuentoje vertikalisht para se të cilin xhami horizontalisht. Frekuentoje sa je gjallë vertikalisht, në kom, se sa të prezentosh në xhami, apo se sa të vish në xhami horizontalisht. Shtri. Se që kemërtar në xhami, kemërtar. Hajde me kom të tuja, hajde se zotni, që për të vish shtri, njerëzit që hajde do t'i qeshtu, se din këta se që kam gjetu. Këta nuk e kuptojnë ku po shkojnë. Se sa ti zvjen me kom të tuja, sjellin vertikalisht, sjellin horizontalisht, shtri, e ti, ata që hajnë për ty e ti qa për vetën tate. Që që më mirë, bëhu është si që ka thëmë një poet, thonë, bëhu ndryshe nga e që ndonë në realitetin e jetës tënde. Kur ti lind dhe qanë, njerëzit për rreth teje qeshin dhe knaqet. Le të ndodhë pas vdekjes tënde e kundërta, njerëzit për rreth teje qajnë dhe ti me nga zëllim të madh qesh, sepse të është zbuluar se ku po shkon. Pejgamberi alayhis salam tha, kur njeriu e vendosin mbi supë njerëzit, nëse është duke shkuar në xhenet, thotë, nxitoni, shpejtoni, mos u vononi. E nëse është për xhenem lirë, thotë, mos ne ku po çotin. Ne jemi ata cilët do ta bëjmë këtë fakt realitet në Zotin e Madh, ky namaz që falim, këto dua që bëjmë, ky Ramazan që po bëjmë, ky namaz që po falim, tjetë mbështetja jonë më e madhe dhe mirësia jonë më e madhe për atë ditë kur do të dalim para Zotit dhe për atë ditë kur do të ndërgjegjmë shpirtin e Allahut xhelle xhelaluhu, vazhdojmë